Selina qëndron e ulur në cepin e divanit të madh, në atë shtëpi që për shumë kënd duket si spektakël, por për të në ato momente është kthyer me një hapësirë bosh, të ftohtë dhe të rënë. Dritat janë të forta, kamerat nuk ndalen kurrë, por asgjë nuk arrin të fshehë trishtimin që i ka pushtuar shpirtin. Lotët i rrjedhin pa pushim, herë të qetë, herë me ngashërime që i dalin thellë nga kraharori, sikur çdo frymëmarrje i dhem. Dalja e Gimbos ishte goditja e parë. Ai nuk ishte vetëm partneri i saj në jetë, por edhe mbështetja më e madhe brenda asaj shtëpie. Ishte ai që e kuptonte pa pasur nevojë për shumë fjalë, ai që i jepte kuraj kur ndjente se po thyej, ai që e bënte të qeshte edhe në momentet më të tensionuara. Me të, gjithçka dukej më e lehtë. Edhe loja, edhe sfidat, edhe presioni i jashtëzakonshëm i të qenit gjithmonë nën vëzhgim. Kur ai doli, Selina u përpoq të qëndronte e fortë. I buzëqeshi i dha një përqafim të gjatë, sikur donte të mbante brenda atij momenti gjithë forcën që do t'i duhej për ditët në vazhdim. Por sa po dera u mbyll dhe ai u zhduk nga sytë e saj, diçka brenda saj u këpull. Një boshllëk që nuk mund ta mbushte askush tjetër. E megjithatë, ajo ende kishte Gertën. Gerta, kunata e saj, ishte më shumë se sa familje në atë shtëpi. Ishte një copës e jetës së saj jashtë, një lidhje me realitetin, një kujtim i vazhdueshëm i njerëzve që e donin. Me të, Selina mund të ishte vetvetja pa filtra, pa frikë se do të gjykojë. Ishte ajo që i thoshte doja dalësh, edhe kur Selina vet nuk e besonte më. Por kur edhe Gerta doli gjithçka u errësua. Ishte një moment që Selina nuk e kishte imagjinuar kurrë se do ta përjetonte kaq rënd. Dy njerëzit më të dashur në jetën e saj, dy shtyllat që e mbanin në këmbë emocionalisht, tashmë nuk ishin më aty. Dhe ajo mbeti vetëm. E rrethuar nga njerëz, por thellësisht vetëm. Tani, çdo cep i shtëpisë i kujton diçka. Divani ku rrinte me Gimbos duke qeshur për gjëra të vogla. Kuzhina ku diskutonte me Gertën për jetën jashtë, për planet, për familjen. Kopshti ku ndanin momente qetësie larg zhrumës së brendshme. Çdo kujtim është si një thikë e vogël që i prek plagën. Selina mundohet të flasë me banorët e tjerë, por shpesh ndjen se nuk arrin të lidhet me ta në të njëjtën mënyrë. Bisedat i duken të cekta, të lodhshme. I mungon thellësia, sinqeriteti, ajo ndjenja e të qenit e kuptuar pa shumë shpjegime. Ajo e ndjen që po lufton jo vetëm me lojen, por me vetmin e saj. Netët janë më të vështirat. Kur dritat fiken dhe zhruma shuhet, mendimet bëhen më të forta. Kujtimet rikthehen më të gjalla. Ajo shikon shtratin bosh pranë saj dhe e ndjen mungesën si një peshë në kraharor. Shpesh mbulon fytyrën me jastëk për të fshehur të qarat, edhe pse e di që kamerat gjithsesi janë aty. Pse më duket sikur jam kaq vetëm? Pyet veten shpesh. Por mes gjithë këtij trishtimi ekziston edhe një luftë e brendshme. Një zë i vogël që i thotë se nuk duhet të dorëzohet. Se ndoshta kjo është prova më e madhe për të. Se duhet të mësoj të qëndrojë në këmbë edhe pa ata që e kanë mbështetur gjithmonë. Ajo e di që Gimbo nuk do të donte ta shite të dorëzohej. E di që Gerta do t'i thoshte të luftoj deri në fund. Dhe pikërisht kjo e mban gjallë një fije shprese. Në një moment, ajo fshin lotët, merr frymë thellë dhe përpiqet të ngrihet. Jo sepse dhimbja ka ikur, por sepse ka vendosur të mos e lejoj ta shkatërroj plotësisht. Ajo ecën ngadalë nëpër shtëpi, prek muret, shikon vendet ku ka ndarë kujtime me ta dhe i premton vetes se do të vazhdoj. Sepse ndonjëherë forca më e madhe nuk është të mos qash, por të vazhdosh edhe kur zemra të dhem. Dhe Selina, mes lotëve dhe vetmisë, po mëson pikërisht këtë.